Brejkena dhe Mateo u pan duke biseduar gjatë në një cep të shtëpisë në një moment që duke i qetë në fillim, por që shumë shpejt mori një kthes emocionale. Brejkena vendosi të fliste hapur për diçka që e kishte shqetësuar prej kohësh dhe me një ton serioz i tha Mateos se ai duhet t'i qëndrojë më afër dhe jo të rrijë larg saj. Ajo shpjegoi se kishte vënë re se Mateo shpesh distancohej, sidomos në momentet kur ajo kishte më shumë nevojë për mbështetje. Sipas Brejkenës, kjo sjellje nuk ishte e drejtë dhe e bënte atë të ndihej e pavlerësuar. Me një shprehje të acaruar në fytyrë, ajo i tha se nuk i pëlqente as pak mënyra se si ai po sillej dhe se kjo gjë e kishte lënduar. Brejkena u shpreh se ajo pret më shumë afërsi dhe vëmendje prej tij, duke theksuar se nëse ai e konsideron të rëndësishme, duhet ta tregojë me veprime dhe jo vetëm me fjalë. Ajo i tha drejt për drejt, ti më qëndron larg dhe kjo gjë s'më pëlqen. Herë tjetër dua të vish më afër, të jesh pranë meje dhe të mos më lësh vetëm. Teksa fliste, emocionet e saj bëheshin gjithnjë e më të forta. Ajo shpjegoi se nuk kërkon të gjëra të pamundur, por thjesht vëmendje dhe përkushtim. Sipas saj, qëndrimi i Mateos duke i ftohtë dhe indiferent në disa situata dhe kjo e bënte të mendonte se ai nuk ishte aq i interesuar sa thoshte. Mateo e dëgjoi me vëmendjen, duke u përpjekur të ruante qetësinë, ndërsa Brejkena vazhdonte të shprehte pakënaqësinë e saj. Ajo i kujtoi disa momente konkrete kur kishte ndier distancën e tij, duke theksuar se kishte pritur një reagim tjetër prej tij. Në sytë e saj shihej qartë shkrenimi, por edhe dëshira që gjërat të përmirësoheshin mes tyre. Ajo shtoi se afërsia për të është shumë e rëndësishme dhe se nuk mund të qëndrojë pranë një personi që sillet sikur nuk e ka prioritet. Sipas Brejkenës, marrëdhëniet ndërtohen me përkujdesje, respekt dhe prezencë dhe mungesa e këtyre gjërave krijon distancë emocionale. Në një moment, toni i saj u bë edhe më i drejtë për drejtë, duke i thënë Mateos se nëse ai vazhdon të qëndrojë larg, ajo do të fillojë të ndryshojë sjelljen e saj ndaj tij. Ajo e bëri të qartë se nuk dëshiron të ndihet e shpërfillur dhe se pret një ndryshim real nga ana e tij. Biseda vazhdoi me shumë tension, pasi Brejkena theksoi disa herë se kjo situatë nuk mund të vazhdojë më kështu. Ajo i kërkoi që në të ardhmen të tregojë më shumë interes, të afrohet më shumë me të dhe të mos krijojë distancë të panevojshme. Nga ana tjetër, Mateo dukej pak i surprizuar nga reagimi i saj, por përpiqej ta kuptonte dhe ta qetësonte situatën. Megjithatë, Brejkena vazhdonte të shprehte pakënaqësinë, duke theksuar se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe se ajo flet vetëm sepse e konsideron të rëndësishme lidhjen mes tyre. Në fund të bisedës, atmosfera mbeti e tensionuar, por u kuptua qartë se Brejkena kishte shprehur gjithçka që ndjente. Ajo e la Mateon me një mesazh të qartë. Nëse ai dëshiron të jetë pranë saj, duhet ta tregojë duke i qëndruar afër, duke qenë prezent dhe duke mos e lënë të ndihet e vetmuar. Për të, afërsia dhe vëmendja janë thelbësore dhe ajo pret që herën tjetër Mateo të sillet ndryshe dhe të jetë më pranë saj.